kur folet për kancerin e gjirit gjithmonë mendohet veç për femra, po kemi edhe raste të rrallë që ta atakojnë edhe meshkujt, kështu që kanceri i gjirit është një sëmundje që i takon të dy gjinit, po është më e shprehur te gratë. Morë përballë statistikat botërore që ekzistojnë, në 8 gra ose 9 gra mbrana jetës së vet ka rrezik ose mund të smuhet nga kanceri i gjive, kurse në këto gra të sëmura, në 100 gra të sëmura mund të jetë edhe mashkull. Kështu që edhe mashkujt nuk janë të privuar ose nuk janë të larguar nga kjo sëmundshmëri. Sa përket kancerit të gjinit, dihet domosdoshmë se është një sëmundje e cila e takon gjinjet, edhe varësisht prej vend lokalizimit të tij ose vendi që atakohet, atëherë kemi edhe kancere të ndryshme të gjirit. Dy janë kryesorët, tumorët e cilët ose kanceret që të atakojnë kanalet e qushtit, që quhen kancerat, që quhen tumorët ose kanceret invaziv duktal, edhe tumorët që e atakojnë indin gjendror që quhen kanceri lobular i gjirit.